siç transmeton Abdullah ibn Mesudi, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në ditën e Kiametit, gjëja e parë për të cilën njeriu do të merret në përgjithësi është namazi. Sipas asaj që transmeton Ebu Hurajre, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: 5 kohët e namazit dhe namazi i xumas deri në xuman tjetër janë garanci për mëkatet, përderisa nuk është kryer ndonjë mëkat i madh. Sipas transmetimit të Xhabir ibn Abdullahut radhiyallahu anhu, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: namazi është çelësi i xhenetit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderimet i takojnë Allahu dhul Gjelal, salatet dhe selamet të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahu dhul Gjelal qoftë mbi të gjithë ju. Temën për të cilën do të flasmi është namazi si qetësi shpirtërore. Duke patur parasysh se Allahu dhul Gjelal njeriu e nderoi si krijesën më të mirë, ai e krijoi prej 2 komponenteve, nga aspekti fizik dhe ai shpirtëror. Aspekti fizik përjardhjen e ka nga toka, dhe burimi ushqimit të tij pra është toka, apo ushqimet që kanë burimin nga toka. Dhe aspekti shpirtëror, burimin e ka nga qielli. Dhe ai ka nevojë që të ushqehet prej lartë. Ushqimi më i mirë për shpirtin është namazi. Nga se njeriu kur është në namaz është më afër Allahut dhul Gjelal, ashtu siç thot edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që njeriu më afër Allahut apo krijuesit të tij është atëherë kur është në sejdë. Të dashur vëllezër, jetojmë në kohën kur njeriu ka mungesë të aspektit shpirtëror dhe i ka dhënë përparësi më shumë aspektit fizik. Sot njerëzimi vuan nga aspekti shpirtëror. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai qetësinë, rahatin shpirtërore e ndjente atëherë kur ishte në namaz. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi më është bërë rahati e shpirtit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë që lodheshte nga problemet e jetës, nga hallet e jetës, nga preokupimet e mëdha të cilët i kishte në jetën e tij, ai i drejtohej muezinit e tij Bilalit duke i thonë: o Bilal, na ngrit, zgjohu dhe na ngrit me namaz që të qetësohemi. Andaj të dashur vëllezër, duke patur parasysh këtë thënie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na bëhet e qartë neve se njeriu qetësinë e tij shpirtërore do ta ndjen në namaz. Sa herë që të kaplojnë brengat, sa herë që të kaplojnë mërzia, sa herë që të kaplojnë hallet dhe problemet e kësaj jete, ngritu, merr abdes dhe drejtoju Allahu dhul Gjelal. Nga se njeriu kur është në namaz i lën hallet dhe problemet e kësaj jete, dhe ato halle, ato probleme ja paraqet krijuesit të tij. Andaj lirisht mund të themi se namazi është një ilaç shpirtëror. Nëse ndalemi dhe shikojmë, është konstatuar se sot më së shumti që bëhet shitja e bardhnave është atyre diazepaneve, për shkak se pra njerëzit vuajnë në aspektin shpirtëror. Dhe ilaçi më i mirë për shpirtrin është namazi. Të dashur vëllezër, sa më i koncentruar njeriu të jetë në namaz, sa më i përkushtuar njeriu të jetë në namaz, aq edhe më shumë do të jetë efekti i namazit në aspektin shpirtëror. Prandaj njëri nga dietarët islam ka thënë, namazi jep dobinë e tij aq sa njeriu është i përkushtuar me zemrën dhe mendjen e tij në namaz. Prandaj shohim se njerëz të cilët ndonjëherë ndoshta e falin namazin, mirë po namazi i tij nuk ka ndikim në shpirtin e tij. Kjo është si mungesë e përkushtimit të mendjes dhe zemrës së tij gjatë namazit.
Prandaj të dashur dëgjues, pra të jemi të bindur dhe të kemi bindje të plot se namazi do të na qetëson zemrën dhe shpirtin ton. Sot në botën e të cilën po jetojmë, në botën moderne, pra zgjidhja e vetme e sëmundjeve të zemrës dhe e qetësisë shpirtërore do të ishte namazi, apo thënë më mirë, pra namazi është ilaçi primar për të qetësuar njerëzimi shpirtin dhe mendjen e tij. Ishte viti 5 Hijri, një numër i madh fisesh arabe siç ishin Kurejshët, hebrejtë e Iberit, Gatafanët, Fezaritët, i patën sulmuar muslimanët me një ushtri prej 10.000 vetash. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ashabët patën dashur ta mbronin Medinën, duke ndalur armikun me një hendek që kishin hapur me mund të madh brenda disa javësh. Kjo luftë, e quajtur Betejë e Hendekut, për shkak të hendeqeve të hapura ose grupeve, për shkak të aleancës mes grupeve armike, ishte aq e ashpër sa që disa ditë muslimanët nuk patën gjetur dot mundësinë për të falur madje edhe namazet e 5 kohëve. Për këtë arsye, i dërguari Allahut nuk e pati mbajtur dot vetën dhe pati thënë: na bën që të merremi me ta, aqsa të na i kohë namazit të ikindis. Allahu u ambusht varët, shtëpit ose barqet me zjarë. Kur jemi tek namazi dhe qetësia shpirtërore, dua të ceki një detaj shumë të rëndësishëm. Kur koha u bë obliguar namazi dhe falja namazit, pra dua të ceki që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte në momentet më kritike të jetës së tij, në periudhën kur i vdiq axha i tij, i cili e përkrahte në jetën e tij, e mbronte atë, dhe gruaja e tij Hatixha, që i vdiq po të njëjtin vit, dhe jo rastisht është quajtur viti i pikëllimit. Po dhe në këtë vit, pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi në Taif dhe njerëz nuk e besuan, e sulmuan dhe e përgjakën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ngeli më i pambrojtur nga askush, dhe rruga dhe zgjidhja e vetme i ngeli që të drejtohet vetëm te Allahu dhul Xhelal. Andaj Allahu dhul Xhelal, si shenjë e qetësimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra e morri e ngriti në Miraç lart në qiell, dhe po në këtë vit pra Allahu dhul Xhelal pra në Miraç e bëri obligim faljen e namazit. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithat, pra namazi është miraxhi i besimtarit. Njëkohësisht namazi, duke u dhënë muslimanëve një pushim të shkurtur nga preokupimet e kësaj bote, përbën një përpjekje për të qetësuar psikologjikisht, sipas asaj që përcjell një nga sahabët, Ebu Hudhaife, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur ballafaqohej me ndonjë punë të vështirë, falte namaz. Kështu në një rast i thot Bilalit: "Qohu e thirr për namaz dhe na qetëso." Me të vërtetë, kur analizon namazet që ka falur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shihet qartë se sa sinqerisht është sjell në përmbushjen e falënderimit ndaj Zotit xhaleshanuhu dhe se si ja ka falur veten atij. Ajo që thon sahabët se kanë dëgjuar tinguj si murmurime e mullirit nga gjoksi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkak të qarjes së tij gjatë faljes së namazit, tregon se çfarë gjendje shpirtërore dhe emocioni mbarte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë qëndrimit të tij para Allahut xhaleshanuhu. Ashtu siç është e rëndësishme të falet namazi duke respektuar me përpikmëri parimet e tij, po aq e rëndësishme është edhe të falet në 5 kohë të caktuara. Në një rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur cila është vepra më e mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigjur: namazi i falur në kohën e vet. Ndërsa në një hadith tjetër, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tërheq vëmendjen për humbjen që mbart mos falja namazit. Kush e le me vetëdije pa falur namazin farz, është si të kishte humbur familjen dhe pasurinë e tij. Çfarë bënte
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të vendos të diçka në më rëndësi. Të dashur dëgjues, sado që njeriu të arri në aspektin intelektual, sado që të arri në përgatitjet e tij profesionale, sado që të jetë i zgjuar, padyshim se ai ka nevojë që të mbështetet dikund. Kështu edhe vetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte i dërguar i tij, ai kishte nevojë që të mbështetej te Allahu Dhul Jalal. Pra njeriu ka nevojë që të kërkon ndihmën shpirtërore dikund. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të merrte vendime të rëndësishme në jetën e tij, ai i drejtohej Allahut Dhul Jalal, i lutej Allahut Dhul Jalal me lutje të shumta, duke qëndruar edhe gjatë natës në namaz, që Allahu Dhul Jalal të e drejtoj atë në atë që të ishte më e mirë për të dhe për umetin e tij. Kështu të dashur vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ua sugjeroi dhe ua mësoi shokëve të tij namazin e istiharës, saqë është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga shokët e tij thot, na e mësonte namazin e istiharës ashtu siç na e mësonte surët nga Kurani, që do të thot se njeriu gjatë jetës së tij shpeshherë është në mes dy dilemave për të vendosur diçka, dhe është diçka e cila e preokupon mendjen e tij, e lodh mendjen e tij se cilën të e marr apo në të cilën po vendosi, sepse një vendim i gabuar i tij mund t'i kushtoj në jetën e tij. Prandaj njeriu duke e falur namazin e istiharës i drejtohet Allahut Dhul Jalal, mbështetet te Allahu Dhul Jalal dhe Allahu Dhul Jalal me këtë do të e udhëzoj në atë që është më e mira. Kur jemi këtu të namazi istiharës, para se të vinte shpallja nga ana e Allahut Dhul Jalal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të arabët ka qenë traditë që ata, kur donin të vendosin diçka që ishte shumë e rëndësishme në jetën e tyre, ata bënin short dhe ashtu në bazë të zgjidhjes së shortit, pra vendosin. Me ardhjen e shpalljes nga ana e Allahut Dhul Jalal, Allahu e ndaloi këtë veprim rrepsisht dhe këtë e vendosi, këtë rregull pra e zëvendësoi me namazin e istiharës. Kështu pra njeriu udhëzohet më së miri në atë që është më e mirë dhe më e dobishme për jetën e tij dhe për ahiretin e tij. Namazi, që me kthimin drejt kiblës merr kuptimin e të drejtuarit drejt Allahut të vetëm, në qiyam merr kuptimin e të qëndruarit para Allahut, në ruku ata të përkulurit vetëm atij, kurse në sejdë ata të qenit më pranë Allahut xhaleshanuhu. Namazi është dua, përgjërim, orientim vetëm drejt Zotit xhaleshanuhu, kërkesë për ndihmë dhe falje prej tij, strehim tek ai dhe për ulje ndaj tij. Namazi është përmendja e Allahut me një ndjeshmëri që buron nga shpirti, falënderim dhe lavdërim nga zemra ndaj Krijuesit të lartmadhërisëm, të pranosh dhe të pohosh me sinqeritet të plot pushtetin e tij. Në pikën e vazhdimësi do të flasim namazi si disiplinë. Do të filloj me një ajet kuranor ku Allahu Dhul Jalal na drejtohet në librin e tij duke na thonë: Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Me të vërtetë namazi për besimtarët është obligim në kohë të caktuar. Nga ky ajet kuranor na bëhet e qartë se namazi si rregull dhe si obligim në veten e vet ngarkthën disiplinë, pra që duhet të respektohet kohë e caktuar nëpërmes të cilës njeriu duhet të adhuron Allahun Dhul Jalal. Dhe vetë ruknët, kryerjet e namazit, siç është rukuaja, sejdja, qëndrimi në rreshta, flet për një disiplinë në namaz. Pra namazi njeriu dhe besimtarin e mëson që të jetë i disiplinuar, që të respekton orarin e tij, që të respekton kohën dhe që të jetë i disiplinuar. Kur jemi këtu, na bëhet e qartë se lirisht mund të themi se namazi njeriu e edukon në rregulla dhe principe ashtu sikurse njeriu kur është në ushtri, pra ka rregulla
të cilat duhet që të i respekton. Sa më respektues njeriu të jetë ndaj namazit të tij, ai do të jetë i disiplinuar dhe respektues dhe në të gjitha porët e jetës. Sa më neglizhues që njeriu të jetë ndaj namazit, ndaj kryerjes së obligimeve ndaj Allahut dhul xhelal, ai edhe në veprimet e tjera gjatë jetës do të jetë neglizhent. Andaj të dashur vëllezër, nëse dëshirojmë që të jemi të disiplinuar në gjitha veprimet tona në jetë, pra fillimisht duhet të fillojmë nga namazi. Pra nëse namazin e kryem siç duhet, edhe veprimet tjera do të jenë të tilla. Njeriu me kryerjen e obligimeve të namazit, ai tregon shumë për veten e tij. Pra nëse një njeri duam që ta kuptojmë se sa është i disiplinuar dhe sa është respektues në rregulla tjera, le ta shikojmë duke filluar nga namazi. Nëse ai pra i kryen, është i disiplinuar në xhami, është i disiplinuar në namaz, ai do të jetë i tillë edhe në veprimet e tjera. Namazi është indikatori më konkret që tregon se të gjithë pejgamberët janë drejtuar Allahut xhaleshanuhu. Prandaj, ashtu siç është urdhëruar pejgamberi ynë të thotë, vërtet, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime i përkasin vetëm Allahut, Zotit të gjithësisë. Edhe Ibrahimi sallallahu alaihi wasallam është lutur kështu: Zoti im, mua dhe pasardhësit e mi, na bëj prej atyre që janë të qëndrueshëm në namaz. Zoti ynë, na i pranon lutjet. Ismaili alayhis salam e urdhëronte popullin e tij që të falin namazin dhe të jepnin zekatin. Lokmani e pati porositur birin e vet: O djali im, krye namazin, urdhëro të mirën, pengoje të keqen dhe bëj i durueshëm për çfarë do që të ndodh. Kurse Musa sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhaleshanu e urdhëron: vetëm mua më adhuro dhe krye faljen për të më adhuruar. Zekaria sallallahu alaihi wasallam ka falur namaz në faltore. Hazreti Meriemja është urdhëruar të bëjë ibadet Zotit xhaleshanuhu, të bjerë në sejdë dhe të përkulet para tij bashkë me ata që përkulen. Edhe Isa sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu më ka urdhëruar ta fal namazin kudo që të jem, sa të jem gjallë. Prej dobisë e namazit është se kur njeriu është në namaz, është më afër Allahut dhul xhelal apo krijuesit e tij, ashtu siç thot hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e potencuam edhe më herët, se njeriu më afër Allahut dhul xhelal është atëherë kur është në sejdë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, sikur njerëzit ta dinin vlerën e namazit të sabahut dhe namazit të yacies, ata do të ecëshin pra zhagësh që të vinin në xhami. Nga këtu na bëhet e qartë se dobit e faljes së namazit janë të shumta, e në veçanti pra e namazit, e faljes namazit në xhami me xhamat, apo thënë falja e namazit në kolektiv. Duke patur parasysh se këtë pikë shumë të rëndësishme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që falja e namazit në kolektiv e ka peshën apo rëndësinë apo ka shpërblim të Allahut dhul xhelal, sikurse me i fal 25 namaze ose në transmetim tjetër 27 namaze vetme. Pra këtu na bëhet e qartë se namazi ka dobinë e tij edhe më shumë kur jemi në kolektiv. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e konsideron si një barierë mburoj mes robit dhe mosbesimit e idhujtarisë, që na përkujton se ky ibadet i rëndësishëm e mbron muslimanin nga të mohuarit Allahut të lartë madhërisëm. Omerit radiallahu anhu në porosi që u dërgonte guvernatorëve të tij, mes të tjerash theksonte: sipas meje, detyra juaj kryesore është falja e namazit. Kush e fal namazin në kohën e vet, e ka mbrojtur fenë e tij. Kush e lë pasdore faljen e namazit, ai lë pasdore dhe punët e tjera. Me këto fjalë, ai shpreh cilësi të mbrojtëse dhe disiplinuese të namazit. Përmendja e namazit bashkë me zekatin në shumë ajete kuranore vë në dukje paralelizmin mes funksionit të namazit si pastruesi i shpirtit
dhe rolit të zekatit si pastruesi i pasurisë. Gjithashtu, edhe gjatë hedhjes së hapave të para të udhëzimit në fe, kushëzimi i njerëzve që të falin namaz dhe të japin zekat, si dhe trajtimi këtyre si një indikacion i të qenit musliman, tregon qartë rëndësinë dhe vlerën që bart ibadeti i namazit. Në vazhdimsi të kësaj ligjerate, do të flasim për disa dobi të namazit, edhe pse ata janë të shumta dhe ne nuk mund t'i përfshijmë këtu, me që është një emision i caktuar me minutash. Ne do t'i cekim disa pika të rëndësishme, duke filluar fillimisht nga ajiti kuranor ku Allahu Dhul Xhelal thot: Ja ejuhalladhina amanu sta'inu bis sabri was salah, inna Allaha ma'as sabirin. O ju të cilët keni besuar, kërkoni ndihmë të Allahu Dhul Xhelal me durim dhe me namaz, që do të thotë se njeriu ndihmon namazin në jetën e tij. Pra nga këtu na bëhet e qartë se njeriu merr forcën dhe fuqinë e tij nga ana e Allahut Dhul Xhelal, që ai të vazhdon jetën e tij. Gjithashtu, duke filluar nga ajeti tjetër kuranor për dobinë e namazit, që Allahu Dhul Xhelal thotë: Inna salata tenha anil fahsha'i wal munkar. Më të vërtet, namazi ndalon nga veprimet e shëmtuara dhe të irrituara. Që do të thotë se njeriu namazi e mbron nga veprimet, nga mëkatet, nga gjërat e shëmtuara. Andaj të dashur vëllezër, shpesh herë bëhet pyetja: filani fal namaz në xhami, mirë po ai vazhdon akoma që të bëj veprime të pahishme. Këtu lirisht mund të themi se defekti i tij është në kryerjen e obligimit të namazit, sepse ne nuk dishojmë në fjalët e Allahut Dhul Xhelal, ku ai thot pra që namazi njeriu besimtarit, pra namazi ndalon nga veprimet e shëmtuara dhe irrituara. Gjithashtu, kur jemi këtu, prej dobijës të namazit është edhe ajo se namazi njeriu e pastron nga mëkatet dhe gjunahat, ashtu siç thot i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që njeriu kur ngritet për të falur dhe kur bjen në ruku, së bashku pra ati nga shpina e tij bin mëkatet. Njëkohësisht edhe kur shkon në sejdë, pra nga ai fshihen gjunahet apo mëkatet. Pra njeriu kur i bjen në sejdë Allahut Dhul Xhelal, pra përmes namazit ai pastrohet prej gjunaheve. Gjithashtu, prej dobisë dhe mirësive të namazit është që namazi njeriu do ta shpëton. Ashtu siç thot Allahu Dhul Xhelal në Kur'an: Qad aflaha al-mu'minun. Më të vërtet kanë shpëtuar besimtarët. Cilët besimtar? Allahu Dhul Xhelal thot: Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata besimtarët e cilët gjatë namazit të tyre janë të përkushtuar. Dhe njëkohësisht në të njëjtën sure thot: Walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Dhe janë ata të cilët e ruajnë namazin e tyre. Që do të thotë se shkak i shpëtimit të njeriut në botën tjetër pikërisht pra do të jetë namazi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësoi mënyrën e faljes së namazit nga Xhebraili, pastaj atë ja mësoi në detaje të gjithë umetit të tij dhe me fjalët: falini namazin ashtu siç më shihni mua, duke treguar veten si shembull për të ndjekur. Detyra e muslimanëve është të kryejnë këtë ibadet të rëndësishëm siç është mësuar në përputhje me porositë dhe këshillat e të dërguarit të Allahut, si dhe të tregojnë ndjeshmërinë e duhur ndaj namazit. Në këtë mënyrë njeriu, mes preokupimeve të dendura të jetës së përditshme, do ta përkujtojë krijuesin e lartmadhërisëm dhe do të shprehë ndjenjat e falënderimit që ndjen ndaj Allahut të lavdiplot. Robi i cili me gjithë qenjen i drejtohet Zotit të tij në namaz, do të pastrohet nga papastërtitë lëndore dhe shpirtërore, do të largohet nga likësitë dhe do të arrijë lumturinë në botën e amshuar.